1.832.415 votues janë gjithsej të regjistruar në listën zgjedhore, prej të cilëve 1.717.000 janë brenda vendit, ndërsa 112.000 të tjerë janë të regjistruar në listën e posaçme të votuesve që punojnë ose banojnë përkohësisht jashtë vendit. Mbi 2.000 votues vuajnë dënime me burgim ose para burgim dhe 450 votues janë në shtëpi pleq. Ngatresat dhe pengesat në miratimin e ndryshimeve të kodit zgjedhor, i cili ngeci në procedurë parlamentare, sollën për herë të parë numër të lartë të kandidatëve nga listat e pavarura. Për këtë kategori, kandidatësh që më herët ishin kërkuar 1.000 nënshkrime. Në këtë proces zgjedhor, KSZ-ja në mungesë të zgjidhjes ligjore miratoi rregulloren me të cilën u kërkuan vetëm 2 nënshkrime. Si rezultat, kandidaturat e pavarura zën hapësirën më të madhe në flet votimet e shumë komunave. Votimi bëhet në 3.480 vendvotime për 309 kandidat për kryetar komunash dhe 576 lista kandidatësh për antar të këshillave komunal, ose gjithsej 10.490 kandidat. Në zgjedhje marrin pjesë 22 parti, 19 koalicione dhe 119 grupe votuesish, pra kandidatura të pavarura. Qyteti i Shkupit ka më shumë kandidat për kryetar, gjithsej 16. Pjesa dërmuese e kandidatëve për kryetar janë burra, kurse problemi është më i thellë te partitë shqiptare, të cilat nuk kanë asnjë kandidate grua për kryetare komune. Fushata zyrtare filloi më 29 shtator, por jo zyrtarisht kishte nisur muaj më parë dhe ka qenë mjaft aktive gjatë gjithë verës. Për transmetimin e programit të paguar politik, të drejtën sipas regjistrimit të KSZ-s e fituan 33 televizione, 42 radio dhe 8 media të shkruara. Lista e mediave online ose portaleve mbetet 10 herë më e gjatë. Edhe ato 246 portale fituan të drejtën e reklamimit politik. Zgjedhjet lokale të vitit 2025 janë të tetat që nga pavarësia e vendit në të cilat zgjidhet kryetar bashkish ose lista kandidatësh në 80 komuna dhe qytetin e Shkupit. Në zgjedhjet lokale nuk ka votim jashtë vendit, por shtetasit që jetojnë dhe punojnë jashtë vendit dhe që kanë të drejtë vote mund ta ushtrojnë atë në komunën ku kanë adresë banimi brenda vendit.